Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is please. And until my final day I say in all my prayers رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام Të dashur miq, kudo që ndodheni, një përshëndetje ngrohtë për ju spektatorë këtu në studio dhe ju telespektatorë që na ndiqni nga televizori. Fe apo adhe? Kjo do të jetë tematika e sotme që do të diskutojmë në kuadër të ciklit në Ktar. Si qëndron feja me adheun, janë konkurrente të njëra tjetrës apo ndërthuren me njëra tjetrën? Ka prej atyre njerëzve të cilët e duan shumë adheun dhe paragjykojnë njerëzit që janë fetar. Por, a ka fetar faktikisht që mund të paragjykojnë dhe ato që duan adheun? Do ta trajtojmë sot këtë çështje. Unë do të kem të ftuar një ish luftëtar të UÇK-s, imamin e nderuar të Mitrovicës, Hoxh Ekerem Avdia. Para se ta filloj bisedën me ju, fillimisht ju falenderoj për prezencën, për ardhin këtu në studio që të trajtoni me mua një problem kaq të mpret që është bërë nganjëherë dhe pjesë e diskursit e debatit publik, sidomos në hapësirat kosovare dhe në hapësirat e tjerë të botës mbar shqiptare, por fillimisht dua të ezauroj një çështje, të cilët ju nga Mitrovica e keni. E ke lënë armën atje? Për jashtë, dhe në qoftë se ke lënë, ke tjetër këtu? Mirë, më lejo tash të përgjigjem për arsye se më qitem bankën e të akuzuarve dhe gjithsesi do të ma lësh hapësirën të mbroa. Jo, unë ju referova precedentit të izë buletinit. Prandaj Je i mrekullueshëm. Ju keni kohë pra që armën, si thuash, nuk e keni pjesë të jetës suaj, ka qenë kohë lufte, ka qenë një ankth, një çështje tërësisht që nuk është tashmë pjesë e zhvillimeve dhe jetës në Kosovë. Siç e thash pak më parë, në hyrje të këtij emisioni, si qëndron problemi, a ka antagonizëm midis adheut dhe besimit? Për shembull ju që keni qenë edhe njëri besimtar, por edhe luftëtar, si i keni komportuar këto dy ndjenja brenda vetes gjatë kohës luftës? Nuk është kusht lufta, në çdo moment adheu është i rëndësishëm për njeriu. Gjithsesi. Ermir, dua të them se ndihem mirë, ju më falenderuat për ardhjen dhe përgjigjen time ftesës suaj për të marrë pjesë në këtë emision dhe të them drejtën kam ardhur me shumë kënaqësi. Mirë po ta dija se keni një studio dhe një ambient dhe një audiencë të këtillë të mrekullueshme, do të vija me akoma më shumë kënaqësi. Thash po ta dija, ndërsa juve nuk ju lavdrova për arsye se juve ju njoh mirë. Antagonizmi ekziston, por për mendimin tim është fiktiv. Për këtë arsye, unë vetëm duke patur parasysh se ju jeni i thtarë të titujve të shkurtër dhe goditës, dhe kjo është mjeshtria. Për ndryshe, unë do të korrigjoja edhe në përzgjedhjen e titullit dhe do të thoja fe apo adhe, apo të dyja së bashku. Apo të dyja së bashku. Dhe përgjigjja ime fillestare është të dyja së bashku. Nëse e kemi të qartë se çfarë nënkuptojmë me fe apo besim, si nocionet që përdoren të dyja
kur përdoren ndarazi, përdoren për të njëjtën çështje, për të njëjtën gjë. Dhe e kemi parasysh gjithashtu edhe kuptimin e fjalës atë dhe apo MMD, që përdoret prap si një gjë e cila për mendimin tim e tejkalon dimenzionin gjeografik. Për arsye se njeriu gjeografikisht mund të jetojë, mund të gjendet në pozicion të caktuar, në gjerësi dhe gjatësi të caktuar gjeografike. Mirë po, është e pamohueshme se askund ai nuk e ndihen veten mirë, sikurse në atë apo në MMD-un e tij. Për arsye se, sikur se thot poeti, MMD quhet toka ku më ka rënë koka, ku kam njohur mëm dhe atë, ku më nje dhe guri i that. Prandaj, njeriu e ndin se e ka zanafillën këtu dhe detyrimisht, emocionalisht është i lidhur me atë apo me MMD-un e tij, është i lidhur me njerëzit e tij, është i lidhur me gjuhën e tij, është i lidhur me mund të themi dhe mos të kaloj kjo në retorik tani se kam filluar të emocionohem paksa, është i lidhur edhe me cicërimin e zogjve të vendit të tij. Megjithatë, çfarë e pengon një qenje njeri, një krijesë njeri në kuptimin komplet të fjalës, të gjendet si i ktill, të jetojë dhe të veprojë si i ktill në një gjerësi dhe gjatësi të caktuar gjeografike, le të jetë ai atdheu i tij origjinal apo le të jetë sikurse e quajmë ne ekzili i tij. Ekzili i tij, po. Fare pak ka rëndësi. Me rëndësi është që njeriu jeton në atdhe dhe e ndjen veten mirë në te. Jeton si fetar dhe besimtar për arsye se jeta e tij pastaj ka kualitet, ka cilësi të caktuar nëse e jeton jetën ashtu. Dhe unë edhe teorikisht gjithsesi e kam kuptuar se dhe fuqishëm qëndroj në këmbgul në këtë ide se fetaria dhe atëdhetaria, dashuria ndaj fesë dhe dashuria ndaj atdheut, kurën e kurës nuk vindesh, nuk gërshetohen. Ato gjithnjë ecin paralel, madje jo rallë, nuk janë dy vija paralele, po nga njëherë bëhen një vi. Për arsye se unë kur është dhënë kushtërimi i atdheut dhe kur është paraqit nevoja e mbrojtjes së atdheut, i jam përgjigj ftesës, i jam përgjigj kushtrimit, përveç tjerash i nxitur edhe nga një ndjenjë dhe motiv fetar i cili ka qenë motiv shtesë dhe më ka motivuar edhe më tepër nga se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në atë që ka promovuar si vlerë dhe që mendoj se Islami është shumë ballhapur dhe shumë komod, pra muslimani është shumë komod se është musliman për arsye se i pason dhe i ka përvetësuar udhëzimet e këtilla, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në atë që na është transmetuar neve në mënyrë autentike, ai i cili vritet duke e mbrojtur nderin e vet është dëshmor. Ai i cili vritet duke e mbrojtur pasurinë e vet është dëshmor. Ai i cili vritet duke e mbrojtur pragun e shtëpisë së vet është dëshmor. Dhe çdo njeri në këtë kontekst pragu i shtëpisë, pasuria e tij janë atdheu i tij. Po sigurisht. Pragu i shtëpisë, këtë edhe desha ta them. Pragu i shtëpisë nuk është ai konteksti i ngushtë që ndonjëri prej neve do të ketë disa dhjetra metra katror banimi. Jo, pragun e shtëpisë ne të gjithë e kemi të përbashkët. Për arsye se na bashkojnë interesat të përbashkët, na bashkojnë karakteristikat të përbashkëta. Dhe lufta është vetëm një në vazhdën e shumë aktiviteteve, në vazhdën e shumë rafsheve, mejdaneve, arenave, ku njeriu e shpreh atdhetarin e vet. Dhe unë dua në këtë rast të them se nëse kosovarët dhe kush i ka përkrah konkretisht kanë bërë luftë në frontin e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë kanë bërë luftë logjistike për arsye se i kanë pritur refugjatët dhe për këtë neve u jemi mirënjohës popullit shqiptar gjatë gjithë jetës. Se nuk kundërshtohen këto dyja, e kemi shembullin më të mirë se njerëzit pavarësisht fetar apo jo fetar, kur është një situatë emergjente, të gjithë vihen në shërbim të largimit të së keqes ose prurjes së të mirës. Islami e njeh atdheun, atë dashurinë si ndjenjë, e merr në konsiderat? Do të jap një përgjigje me shembull konkret. Ti lëm fjalët e mia dhe retorikën time anash dhe të themi kështu. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lindi, u rrit dhe u zhvillua dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij në Mekë.
do të thotë 53 vitet e para të jetës së tij i jetoi në Mekë. Mekën e braktisi si pasojë e represionit i cili u ushtrua mbi te dhe mbi shokët e tij ose mbi bashkëfetarët e tij. Ishte i fundit që emigroi detyrimisht. Me rastin e largimit të tij nga Meka, transmetohet që të kthyer edhe një herë një lloj ta quaj shikimi lamtumirës ka vendlindja. Dhe citohen fjalët e tij që i ka thonë, kanë mbet shkruara dhe të mbajtura mend, janë prezente edhe në jetën tonë, dhe prej atyre fjalëve ne frymëzohemi si besimtar. Ka thënë, oj vendlindja ime e dashur, për Zotin nuk ka vend në këtë botë tjetë më i dashur për mua se sa ti. Dhe sikur të mos detyrohesha, kur nuk do të braktisja. Pra, megjithëse ishte bartës si një mesazh universal, ai evidentoi, potencoi dashurinë për adheun në një farë mënyre, për vendindje. Kemi të bëjmë errëmir me një gjë e cila është e natyrshme në jetën e njeriu. Dhe Islami kurrën e kurrës nuk e ka privuar njeriu prej asaj e cila është e natyrshme për te. Kurrën e kurrës Islami nuk ka insistuar në ndonjë gjë e cila mund të jetë jo e natyrshme ose jo e dobishme për njeriu. Kështu që e kemi për shembull, dashuria ndaj adheut, dashuria ndaj familjes, fëmijëve, të afërmëve, bashkombasve, dashuria ndaj të themi pasurisë e gjërave të ngjashme. Asnjë prej këtyre Islami nuk i ka cunguar. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Dhe mu për këtë arsye neve themi se nuk ka kundërthënie, nuk ka kundërshtim, nuk është e pamundur, përkundrazi, do të ishte e mrekullueshme, spaku unë e përjetoj kësaj. Unë e përjetoj të mrekullueshme të qenit fetar dhe adhetar në të njëjtën kohë. Mirë, ne do ta vazhdojmë këtë bisedë, por pas një hapësire publicitare. Oferta suksesi. Bidëmi shpallje në javë, nga mërkura deri të dielën, të gjitha shpalljet falas. Çdo javë shpallje të reja, ngjyrë re, shans i ri. Mos e humbisni. Dhe me atë që të ka dhënë Allahu, kërko të fitosh botën tjetër, e mos lë mangut atë që të takon nga kjo botë, dhe bëj mirë, ashtu si që të ka bërë Allahu ty, e mos bëj të këqija në tokë, se Allahu nuk i do që rregulluesit. sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasula وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Megjithatë, po, jemi këtu në hapësirën e nektarit për të diskutuar mbi fenë dhe adheun. Se si ato ndërlidhen me njëra tjetra dhe nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, siç ishte definicioni yt më i fundit para në bisedën, në pjesën e parë të bisedës tonë. Do ta vijojmë sërish. Thuhet, unë përmenda në fillim të emisionit një diskurs, një frym të caktuar ku besimtarët në një farë mënyre shenjohen si njerëz që e kanë braktisur adheun, e kanë braktisur shqiptarizëm, kanë shkuar mbas turqizmave, mbas arabizmave. Si do t'i komentonit këto dhe çfarë përgjigje mund të ketë për këtë frym, për këtë grupim njerëzish që ju gjykojnë në këtë mënyrë? Pra, si kur ju e keni braktisur adheun dhe jeni kushtuar një diçka që është e huaj për shqiptarizmën. Mendoj se ata njerëz që pretendojnë gjërat këtilla kanë një keqkuptim shumë të madh. Për arsye se ta dua atë që është e imja, në asnjë mënyrë nuk kërkon prej meje që njëkohësisht ta urrej atë që nuk është e imja. Me një fjalë, nëse e ndi veten shqiptar, dhe ju them sinqerisht e ndi veten shumë komod dhe shumë mirë që jam shqiptar, fundja kjo është zgjedhja e Zotit dhe unë nuk do të isha besimtar i mirë po të kontestoja dhe po të urreja që jam shqiptar. Do të thotë e ndi veten mirë. Mirë po, pse e ndi veten mirë shqiptar, a do të thotë kjo se duhet ta urrej turkun ose arabin ose tjetrin ose
Në asnjë mënyrë jo. Jo, nga se vetëm të kuptojmë si pikë e parë. besimi islam shikohet i lidhur ngushtësisht me një aspekt ngushtësisht nacional siç është turku ose arabi. Por ju mund thoni që mosnjoja e mirë e islamit sjell këto konkluzionet të gabuara. Jo vetëm mosnjoja e mirë e islamit, ata të cilët u trumpetojnë gjërave të këtilla, ata për mendimin tim edhe si advetar, edhe si patriot që unë e kontestoj dhe marr guximin dhe le të më falin të nderuarit që janë prezent këtu, si dhe të nderuarit që na përcjellin nëpërmjet ekraneve televizive. Unë këtë punë e kam në shpirt dhe në zemër dhe nuk do të lejoja që dikush të bëhet më advetar se unë. Unë do ta sfidoja çdo njerin, do të bëja garë me çdo njerin, a do t'ja dilja është tjetër gjë. Mirë, po unë do të përpiqesha që në advetarizëm të marr bajrakun dhe të bëhem personi më advetar në fytyrën e tokës. Për çfarë arsye? Për arsye se konsideroj se një gjë e tillë është fisnike. Pse? Çka nënkupton të jesh advetar ose patriot, sikurse i themi ne? Të jesh i dobishëm për rrethin ku jeton, duke filluar nga rrethat e vegjël dhe të afërt, edhe duke i zgjeruar ata rreth. A nuk është muslimani i këtill? Gjithsesi po. T'ja dush të mirën fqiut, t'ja dush të mirën tjetrit, të përshëndesësh atë që e nje dhe atë që nuk e nje, të jesh i dobishëm për çdo njerin që mund të arrijë deri tek ai dobia jote. Këto janë të gjitha udhëzime islame. Në mënyrë të pamohueshme janë udhëzime islame. Ku ka kundërthënien mes kësaj edhe asaj që kërkon prej neve patriotizmi, nuk ka absolutisht. E tash, nëse dikush e ka marrë përsipër që në emër të shqiptarisë të luftoj kundër ta quaj asaj që dëgjojmë, gjithnjë po flasim për ato gjëra të cilat i dëgjojmë dhe i lexojmë. Të luftoj kundër atyre që janë turcizmave, arabizmave, gjëra të ngjashme, unë mendoj se është e padrejtë dhe jo korrekte, për arsye se ne fundja unë nuk e pranoj që unë jam i turcizuar ose i arabizuar. Unë e pranoj se jam musliman shqiptar, ose shqiptar musliman. Nuk është me rëndësi cilën e përmendim, me rëndësi është se kush jam unë. Dhe konsideroj se jeta, aktiviteti, gjithë veprimtaria ime, për të mirën e popullit tim, për të mirën e kombit tim, për të mirën e shoqërisë në të cilën unë jetoj, dhe nga fusha të cilën unë e di, unë nuk mund të pretendoj se jam mjek, nuk mund të pretendoj se jam inxhinier, për arsye se nuk jam. Mirë, po si fetar që jam dhe si hoxh që jam, unë gjithnjë përpiqem që gjithë potencialin që më ka dhënë Zoti i madhëruar ta shfrytëzoj ose ta mobilizoj për të mirën e popullit tim. Dhe ku është këtu, ku është e meta, ku është e keqja këtu? Ka ndonjë defekt këtu? Nuk ka, sigurisht. Për këtë arsye mund të vrejmë se jo rrallë ca njerëz dhe ca qarqe kanë prirje që të sulmojnë fetarët në emër të asaj se këta nuk janë kombëtar, nuk janë advetar, nuk janë patriot sa duhet. Unë mendoj se patriotizmi është një gjë e cila nuk mund të privatizohet. Nuk ka mundësi dikush të thotë patriotizmi është kauza ime dhe unë këtë dua e lë të futet aty dhe këtë dua e privoj. Nuk është gjë personale ose e privatizuar. Si i këtill nuk ka drejt askush që të qesë rregulla përjashtuese sidomos. Në mënyrë të natyrshme, për këtë arsye, nëse dëshirojmë ta përkufizojmë advetarizmin, advetdashurinë, patriotizmin, ne do të ishim në gjendje që çdo njeri prej teje ta kishte një përkufizim të vetin personal, mirë po të gjitha, poçse do të ishte mundur të bashkoheshin, pastaj të shtrydheshin dhe të nxirrej nektari prej tyre, do të kishin të njëjtën gjë të cilën njeriu në mënyrë të natyrshme e kupton. Të jesh i dobishëm për vendin tënd, të jesh i dobishëm për njerëzit tu, të jesh dashamirës për të gjithë ata, kjo është patriotizmi. Dhe unë mendoj se muslimani është më i thirruri që të jetë i këtill, për arsye se mësimet e Zotit na udhëzojnë kësaj. Nuk ka absolutisht gërshetimin mes këtyre. Dhe realisht ka ndodhur kështu gjatë viteve të luftës, ka një informacion, unë nuk e di se sa i saktë jam, që nuk jeni vetëm ju, faktikisht ka pasur dhe shumë drejtues të tjerë, imam ose xhallar, të cilët kanë qenë aktiv në luftë. Madje duhet ta them dhe pse të mos relaksohemi pak Ermir. Kam dëgjuar se ke pasur edhe musafir tjerë në këtë studio dhe në këtë emision. Madje disa prej të ftuarve tu kanë qenë bashkëluftëtarët e mi.
dhe unë shpesh atyre në mahi u them, neve luftën e kemi bë bashkë, mirë po mu më ka mbet faji. Madje vjet nga jo me sa unë ndjek debatin, me sa unë ndjek diskursin e problemeve të Kosovës nëpërmjet medias, thuhet që ka një tendencë për ta fshehur ose për ta mënjenuar faktin e prezencës së shumë figurave fetare gjatë luftës së Kosovës. Nuk e di sa e vërtetë është kjo tendencë. Unë më lejoni të shpalos një gjë dhe po e bëj për herë të parë po e bëj publikisht dhe konsideroj e mirë dhurat hedije për ty, po njëkohësisht edhe për audiencën e mrekullueshme. Unë kam qenë komandant kompanie, në komandën time kanë qenë më tepër se 6 vjet ushtar dhe në mesin e tyre kanë qenë afro 15 persona të cilat janë sot figura publike hoxhallar të njohur. Nëse e krahasoni këtë me numrin e gjithëmbarshëm të ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës, dhe me pjesëmarrësit nga ana e kolegëve të mi tjerë, atëherë numri del shumë i madh dhe numri del i pamohueshëm. Nëse e marrim vetëm e analizojmë se sa dëshmor ka nga radhët e imamëve, hoxhallarëve, medresistëve, thjesht nxënës student të dijes apo të kualifikuar dhe të diplomuar, del një numër i madh që në një farë mënyrë është pasqyra reale e pjesëmarrjes së fetarëve në luftën çlirimtare të Kosovës. Kjo në asnjë mënyrë nuk na bën neve më krenar se të tjerët. Në asnjë mënyrë nuk na bën neve të ndihemi mirë kur flasim për këto gjëra, për arsye se në mes kësaj dhe hipokrizisë është një kufi i hollë, të cilin njeriu mund ta kalojë pa e vërejtur. Unë jam shumë i vetëdijshëm për një gjë të tillë dhe nuk flas, vallahi nuk parapëlqej të flas për gjëra të këtilla, përveç atëherë kur vërtet dua të dëshmoj një gjë e cila është realitet, kur dua të mos lejoj, të mos lë hapësirë që njerëzit të lajthiten dhe vërtet të mendojnë se ka diçka e cila e pengon besimtarin që të jetë patriot dhe advetar, e që në të vërtet nuk është e vërtet. Ata të cilët flasin për gjëra të këtilla janë njerëz të cilët nuk e njohin besimin jo se jo, nuk i njohin rregullat në çka thret ato aksiomat kryesore të Islamit, mirë po Zoti më falt, fitoj përshtypje, ndoshta mund të jetë e gabueshme, mirë po janë edhe tendencioz, ndoshta edhe advetar nuk janë sa duhet. Me një fjalë, kam frikë se ekziston një tendencë mund të duket edhe e orkestruar nga njerë, e orkestruar dhe organizuar mirë, e cila në një farë mënyre kombin ton madhështor synon ta përçaj mbi baza fetare. Unë flas në emër të Islamit, nuk dua të flas në emër të besimeve të tjera. Them, e ndij veten shumë mirë që jam shqiptar, e ndij veten shumë mirë që jam musliman, e ndij veten shumë mirë madje edhe në raport me shqiptarët tjerë që u takojnë besimeve të tjera. Absolutisht, mënyra ime e komunikimit edhe e veprimit është që tek njeriu që qëndron përballë meje të gjej pikat e takimit dhe për to të kapem, e jo pikat e dallimit. Mirë, do ta vijojmë prapsërisht bisedën pas një hapësire publicitare. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Oferta suksesi. Bidëmi shpallje në javë, nga mërkura deri të dielën, të gjitha shpalljet falas. Çdo javë shpallje të reja, ngjyrë re, shans i ri. Mos e humbisni. Zoti i madhëruar në Kuranin fammadh thot: mbani lidhjet farefisnore dhe kini frikë Allahun, që me emrin e tij përbetoheni, ruajini farefisin, se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. وبمحمد صلى الله عليه
shumë. Biseda që po zhvillohet këtu në studion e Nektarit në lidhje me atë që feja apo adheu apo të dyja së bashku, mendoj që mund shtjellohet edhe nga një pikpamje tjetër. Pra, deri diku ju e zauruat raportin tuaj, pra raportin tuaj individual, po dhe ato që është pjesë e parimeve të përgjithshme të Islamit se si ndërthuret dashuria dheut, pra si zëvend brenda këtyre principeve. Ndërkohë që ka dhe fenomenet të nacionalizmit, të urrëties nacionale. Edhe kjo ndarim bëhet midis në aspektin terminologjik atë dhe dashuri, patriotizëm dhe nacionalizëm deri në shovinizëm, pra që ta urresh, ta duash vendin tënd duke urryer të tjetrin, po dhe ta duash vendin tënd duke i lejuar dhe tjetrit ta doja dhe unë ti dhe pa i sjellur dëm. Në principet islame, si rregullon raportet nacionale, raportet etnike, islamik, çfarë principesh ka? Shumë thjesht, Islami në asnjë mënyrë nuk e mohon identitetin duke filluar atë individual. Nëse Islami i kushton kujdes të veçantë individit, atëherë çfarë do të ishte kujdesi që i kushton Islami një grupi të vogël njerëzish, ose çfarë do të ishte kujdesi që Islami i kushton një grupi të cilët i bashkon një përkatësi etnike. Islami në asnjë mënyrë nuk e mohon përkatësinë etnike, përkatësinë kombëtare, nacionale, edhe tjera. Allahu i madhruar në Kur'anin fammadh u drejtohet njerëzve në përgjithësi me një thirrje globale, me një thirrje gjithëpërfshirëse. Dhe duhet ta kemi këtu parasysh mirë se thirrjet dhe ofertat të gjithëpërfshirëse është e pamundur që të kenë karakteristika dhe qasje përjashtuese. Zoti kur thret o ju njerëz, Pa përfshin gjithë nacionalitetet. A ka ndonjë njeri që mund ta ndjejë veten i përjashtuar nga kjo thirrje hyjnore? Me të drejtë jo. Çdo njeri, pavarësisht besimit, musliman, katolik, bektashi, ortodoks, qifut, budist, çdo njeri është i përfshirë në këtë thirrje, o ju njerëz. Çfarë pason pas kësaj? Pason një e vërtet e pamohueshme, të cilën e promovon feja dhe e promovojnë shumica e besimeve. E promovon Islami, por e promovojnë edhe shumica e besimeve. Thot Zoti i madhruar, ne u krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre. Që në të vërtet, sidomos besimet monoteiste të gjitha janë unanime në këtë pikë. Ne themi nga Ademi dhe Hava, të krishterët thonë nga Adami dhe Eva, fundja nuk është me rëndësi si i emërtojmë, se fundja dhe vetë Zoti ka thonë një mashkull dhe një femër, dhe kjo është e pamohueshme. Shifni shprehjet kuranore me çfarë kujdesi janë të formuluara. Janë fjalë të Zotit këto, o mirë, nuk i kemi zgjedhur na. Ne vetëm frymëzohemi prej tyre. Ne mund dukemi shumë të dijshëm, shumë të mençur, derisa inspirohemi dhe flasim me fjalët e Zotit, mirë po. Vetëm atëherë kur përjetohen e vrejnë vërtet njeriu madhështinë e tyre. U kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe një femre. Dhe u kemi bërë juve. Pra, kemi mundësuar që të ndaheni, u kemi bërë juve popull dhe fise. Për çfarë? Është një arsyetim hyjnor, li ta'arafu, që ta njihni në mënyrë reciproke njëri tjetrin. Pra, ndryshueshmëri në funksion të harmonisë, do në thoni? Ndryshueshmëri në funksion të harmonisë dhe të pasurimit të këtij diversitetit mrekullueshëm. Ndryshueshmëri në funksion njohje, në funksion të pranimit të tjetrit ashtu si është, jo në funksion të shtypjes. Unë tash dua të identifikoj ty për të shtypur, në asnjë mënyrë jo. Unë jam shqiptar, ai tjetri mund të mos jetë shqiptar, mirë po unë interesohem, ti o filan, je shqiptar apo jo? Dhe ai nuk ka pse kompleksohet nga pyetja ime se unë nuk e kam qëllimin nëse nuk është shqiptar unë tash ta trajtoj në mënyrë diskriminuese. Në asnjë mënyrë jo. Për arsye se fundja, zgjedhja e secilit për të qenë shqiptar, e atij tjetrit për të qenë turk, e atij tjetrit për të qenë grek, atij tjetrit për të qenë slav, anglosakson, çfarë do të qoftë, nuk është diçka për cilën ne mund të lavdrohemi apo mund të ndëshkohemi. Mirë, nuk e di, mos keni ndonjë episod interesant nga jeta juaj kur keni pas një raport shoqëror dhe Mitrovica e ka këtë realitet që afërsitë etnike të brenda një shoqërie, brenda një qytetit të caktuar janë reale, kanë qenë reale. Ju vetë keni ndërtuar në emrin edhe në frymëzimin e besimit një raport të mirë me ndonjë person të një etnitetit caktuar tjetër, jo nga e shqiptar?
Po të ndërtuar mbi principe islame dhe jo nga një faktorologji e caktuar, nga një rrethanë e caktuar. E qartë. Në aspektin e statistikave më ke zonë pa përgatitur. Po të kisha celularin me vete, sigurisht në numëratorin e celularit do të vreje që kam miq me cilët komunikoj, pra, se i kam numrat e tyre të telefonit nga më tepër se 10 etni. Mendoj se kjo është një dëshmi se neve si musliman që nuk janë të besimit. Mund edhe mos t'jenë të besimit, po. Jo detyrimisht t'jenë të besimeve tjera, mirë po mund edhe mos t'jenë. Ca prej tyre mund edhe mos t'jenë të besimit islam. Për arsye se unë e kam kuptuar mirë dhe përpiqem ta aplikoj në çdo frymë të jetës time, jo në çdo hap të jetës time, se tjetri nuk është patjetër i papranueshëm për mua vetëm pse është ndryshe prej meje. Nga se fundja unë nuk kam zgjedhur që të jem shqiptar, Zoti më ka bërë shqiptar. Edhe atë tjetrin, Zoti e ka bërë të atill çfarë është, se zakun e Afrikës, Allahu i plot fuqishëm e ka krijuar të atill. Pse të jetë ai inferior? Pse të jem ta ndij unë veten më superior se ai për një gjë të cilën unë nuk e kam zgjedhur, ose ai më i pavlerëson për një gjë të cilën ai nuk e ka zgjedhur? Çka mbetet të zgjedhim ne? Mbetet të zgjedhim ai që na ka thënë Allahu i madhruar në vazhdim të ajetit që fillova ta citoj, vërtet më meritori, më autoritativi, më me pozit prej juve do t'jetë tek Allahu, tek Zoti, ai i cili ne themi në terminologji, në kuptimin e ngushtë, ai që është më i devotshëm, nëse e zbërthejmë këtë shprehje, del. Ai që është më i mirë, ai që është më fisnik, ai që është më i ndershëm, ai që është më i dobishëm për rrethin, ai që është më kështu, në të gjitha epitetet pozitive. Pra, më i miri prej të gjithëve, pavarësisht përkatësisë dhe prjarës etnike, do të jetë ai që është më i dobishmi dhe më lejo ta përfundoj këtë me një thënie të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë khairun nasi anfa'uhum linnas, më i miri i njerëzve. Shif, më i miri i njerëzve, kur thuhet njerëz këtu hyn të gjithë, të bardhë, të zinj, meshkuj, femra, të rinj, të vjetër, evropian, aziatik, afrikan, madje hyn edhe të besimeve të ndryshme, më i miri prej njerëzve është ai që është më i dobishmi për njerëzit. Janë mirë. Në këto sekonda, shumë bukur, në këto sekondat fundit, unë doja thoja një diçka që faktikisht populli me gjuhën e tij e ka përcaktuar fort mirë, po unë e lash për në fund. Këtë dilemë fe apo dhe, për një njeri, për një zotëri burr, ka thënë, e ka përcaktuar kriterin, ishte për fe e atë dhe, pra i ka bashkuar popullit të dyja, e ka dhënë ai në një farë mënyrë përgjigje me mençurinë e tij. Arritë po? Më lejo të mbrohem nga ajo që fole në fillim, fole për armën, e kam dorëzuar armën, nuk e kam dorëzuar armën. Kam me vete një armë cilën unë publikisht dua ta bëj ty dhurat, nga se simbolika e kësaj arme me të vërtetë është shumë domethënëse, nga se kjo është arma ime, me cilën unë luftoj tani edhe luftoj me gjithë shqiptarët, dhe më lejo që publikisht ta bëj dhuratën. Faleminderit. Ishim me Hoxhën e nderuar nga Mitrovica, e Kerem Avdiu, dhe diskutuam për fen dhe dheu. Nga unë Emir Hoxha, mirupafshim në puntatat të tjera të ciklit Nektar. Only one who promises always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love, and until my final day.